Në shiun që su ndal për orë të tëra, e rrugët e stërmbushura me ujë, brigada zjarfikësve të Gjakovës nuk kërkon të strej. Në vërshimet e fundit që u përball vendin nga rreshtet e dendura të shiut, zjarfikësit u vendosën në vijën e parë të shpëtimit, duke ndihmuar familje të tëra që mbetën të ngujuara në shtëpitë e tyre. Ato rrethana i tregojnë këtë pamje. Në ditë e natë, zjarfikësit kishin njëri tjetrin, varkat dhe shpresën. Unë kom qenë personalisht në fshatin e Gjelbër, ku kemi intervenuar me bark, me një ekip, me një 4 zjarfikësa që kemi bërë mbi 30 antar të familjeve që kemi bërë tërheqjen e tyre, kam qenë personalisht aty që kemi bërë intervenimin. Për shkruan pa kur keni mbërrit, që ka qenë situata shumë? Ka qenë situata shumë dyshysh emocioni madh, kur ishin disa antar të familjes, të gjithë ishin kati i parë ishin përmbytur krejt me ujë, të gjithë ishin në katin e dytë, drejtarët që rreshin si krejt që thëshin hajde të unë, ai tjetri apo vjen merr mu, a dhe në duke vish me qetësu të antarët që më thonë të gjithë do të gjejmë kohë të bëjmë tërheqjen. Agushi tregon se profesioni ka ditur ta sfidoj, por edhe t'i fal momente të çmueshme. Momentin e parë do të thonë do të më dash këtë profesion për me vazhdu punën, është ai momenti i parë që e thojmë e dojmë këtë punë, tani vazhdojmë se do të më ditë se kjo punë ka lloj sfida të ndryshme. Po ka pas rast, për shembull do fëmijë që kanë qenë më të vogël, si fjalë shumë të mira që kanë thonë, "O ti je heroi im." Ka pas shumë fjalë të mira, kemi pasur shumë do me thonë këtë periudhën që kemi pasur evakuimin e familjeve në shtëpia, kemi pasur tepër lavdatat e mëdha ndaj qytetarëve. Për sfidat e terrenit, e veçanërisht përballjet ndër vite me vërshimet, tregon edhe drejtuesi i kësaj brigade. Me njerë kur marrim lajmin e nisëm, na shkojmë të bëjmë planifikimin gjatë rrugës. Dhe domethënë i dojmë gjatë rrugës, i dojmë detyrat që ishte. Po kanjëherë detyra më e rënda është kur ka ujë, edhe terreni është i panjofshëm, se nuk je i njohshëm me terrenin, nuk ka duhet më shkel. Kjo është problemi i jonë më i madhe që e kemi na si njësi. Do më thonë, ne kemi pas edhe para një 3-4 vjetë, mos gabovsh, po kështu që ky rast o kon pak më lehtë. Arsyeja që njerëz nuk kanë pas shumë nevojë me evakuu në vendin e sigurt, kështu që ka pas ma raste më të vogla. Rreshtet u ndalën, e uji nga vërshimet u tërhoq, por në vijën e parë të shpëtimit në rast të situatave emergjente, aty prap mbetet një brigadë zjarfikësish që nuk pushon derisa gjithçka të jetë e sigurt përsëri.